Para 50 vjetë kemi kry maturën, dje kam ardhë me aeroplan në mënyrë që sot të jem prezent në mesin e shokëve të gjeneratës. Pas 50 vite, unë e kom kry, Mbesa e ka krye tani. Ju keni ardhë qatë shumë, po më do këtë që është ajo klasa atëherë. Që profesorët më ndoshta me të kallëzu që ku jeni këtu. Pasi jena për 50 vjetur, si jena tu, jena arë krejt kolegë, është pak një koincidencë që e kom, unë e kom kry para 50 vite maturën në këtë vend, është e që ditëshme, Mbesa ime dje ka kry, pas 50 vite unë e kom kry, para 50 Mbesa e ka kry tani. Edhe si e ndëgjum ishin këtu shumë rasisht, para 7 jave kena pas takimin e parë, edhe e kena caktu këtë datë, tamon edhe me ditë, edhe me datë fiks jënë 50 vite. Që kjo po është me shumë emocione për përjetona, me shumë knasi, kisha pasën, ta kisha ditën se kur tani si shifëm, barëm spaku për çdo dekadë, për çdo dekadë takohemi. Aja i kishme pas se i shohme shumë ndryshime në për si individ ose më plakë, e takohen të rritë, është kulturë, ta respektojë njëri tjetrin. Dekadat janë bukur gjata, po tishin bili këtu për çdo dekadë, sot kishim me përjetu me shumë ma knasi. 50 vite diferenca, është shumë dallime, shumë, po apet që thot populli ma mirë vonë si kurrëherë. Kena bën përpjekje edhe me profesorë tjerë, po kjo ta mund profesorin për përjetuna për dinë se na kena pasën vitin e parë dhe dytë, si arsimtarë i Gjumës Shqipe, tash kena ma shumë vite, ma shumë se 50 vite, 53 vjetë e ma shumë pa derë që kena pas profesor Hadar Ngashën. Unë me emocione jam shumë i dëftë si individ. Shumë ma herët i kom përjetu dhe jam shkarku për emocione, pak jam shkarku për emocione, se kenë shumë kenë, po dikur të stabilizoha pak se i përjetova shumë të karkume. Edhe juve, kish me konë edhe për ne, po edhe për dikon mas neve, si ta sheh, kom dëshirë si ti përcjellin këto ma shpesh sikur na. Ti përcjellin ma shpesh sikur na. Tu para 50 vjetë kemi kry maturën, sot jemi taku me shokë të maturës, është kënaqësi e veçantë edhe pa përshkrueshme për jetën tonë, se mas 5 dekadave me i taku shokë, me cilët jemi ullur në bankat shkollore, është e papërshkrueshme. Unë që 32 vjetë jam në Gjermani, unë isha para 4 jave këtu në Pej, kam takunja 8 shokë, mirë po data ka qenë e caktuar për sot me 17 maj me u taku me gjithë shokët e gjeneratës, edhe vullneti më ka shty që gjithçysh të vi edhe një herë me i taku shokët, edhe dje kam ardhë me aeroplan Pej, në Gjermania në Shkup, kam zbrit para dite, në mënyrë që sot të jem i prezent në mesin e shokëve të gjeneratës. Jemi ka lidhaz nga mallënximi edhe nga nostalgjia që kemi pas mas 50 vjetë me u taku. Për trit, mesazhi është që jetën ta kenë përpara, të luftojnë për armëri, mos të harrojnë kombin, mos të harrojnë zanafilën prej kohët jam, unë në Gjermani jam, mirë po shpesh jam në Kosovë, edhe identitetin tem nuk e humbi, e përcjellin edhe fëmijat pasazhit e mi, edhe kështu i apeloj të gjithëve, identitetin kombëtar mos ta humbin. Jam i gjeneratës si 71-72, ashtu që më kujtohet është bo një transformimi madhë i infrastrukturës, përshot që më jam bo da anekse, këtu më kujtohet para 54 vjetëve, kur vishim, s'ka qenë asfaltum as një rrugë këtu, ka qenë një kruq, këtu që kush vike i zhytun, nuk në lejshën me him renda, po e la mirë, për me rujt ambientin e mbrëmshëm, dhe kuptohet ajo u shpërblekën e shëndetin tonë. Ka pas një disiplinë, një edukat që sot pak rrallë mundemi me gjithë në ditën e sotit. Tonë që ka ardhë një kohë e re, shqyqyr që ka ardhë,
me gjitha të mirat, por duke fillu ka familja e gjerit e institucionet që të punojnë më tepër për edukimin e gjeneratave të reja, se këto janë punu për ta, mi rujt, është pronë e jona, e prindve tonë, shtetit tonë, dhe kështu duhet të ecim përpara. Ato emocione janë shumë të papërshkrueshme. Ajo diçka që veç ndjenjat personale çdo individit ato punojnë mrenda, që thonë, nuk shprehet. Ajo fotografi që i vonë të fundit, ajo flet sa 1000 fjalë. Ju keni ardhur çaq shumë, po më duket se është ajo klasa atëherë, edhe kur arsimtari. Nuk mundu me përshkruaj me falëndjerja jena tani. Se profesorët mund është me të kallëtu që ku jeni këtu. Sot bas 50 viteve, koincidente është data 17 maj vitit 1975, kem diplomua, kem kryer shkollën e mesme këtu. Ditë e shtunde ka qenë. Por sot e njëjta vite mas 50 viteve, ditë e shtunde u bashkuam të bashkut me shok dhe me profesorin Hajdar Gashi. Jam shumë i kënaqur, shumë të lumtur dhe shumë emocione kem që sot u bëm të bashkut pas 50 vite. Uroj suksese se edhe gjenerata tjera le të vazhdojnë këtë rrugën tonë të dashur. Unë jam prej Kuqishte, rrugove teritorit rrugos, komune e Pejs, dhe më të parë fjalë që kom folë, si po profesor Hajdari më njofti në theksin dhe gjuhën time. Ju falenderoj gjithë shokët edhe shokët, edhe falenderoj stafin e shkollës, si ne bëni të mundshme, ne hapi shkollën, hymë në klasë dhe bisedume e bajtëm një orë mësimit.